Shënjestroi parlamentin, shishin dhe institucionet të tjera kush është 15 vjeçari që theu sigurinë e faqeve shtetërore pse vendosi t'i bllokonte. Të tjera detaje kanë dalë në dritë rreth një 15 vjeçari i cili sipas hetimeve të autoriteteve është përgjegjës për ndërhyrje në mënyrë të paautorizuar në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve shtetërore, emailët dhe faqet zyrtare duke shkaktuar ndërprerjen e funksionimit të tyre për periudha të caktuara kohore. Mësohet se i mituri është me aftësitë veçanta dhe është i apasionuar pas teknologjisë, ndërsa nuk ka lidhje me veprimtari kriminale sipas asaj që kanë zbuluar hetimet. Në shënjestrën e tij ishin faqja e parlamentit, ajo shërbimit informativ shtetëror, si dhe informacione të tjera. Ai tentoi të merrte aksesin në emailët e këtyre faqeve dhe më pas t'i bllokonte. Si rezultat i veprimtarisë së tij, 15 vjeçarit arriti të merrte aksesin e dy faqeve, por duke arritur që vetëm t'i bllokonte ato.